Mirë, rikthyer në studio. Në pjesën e parë kemi folur pak më gjerësisht lidhur me mundësitë që ofron garancia sovrane për bujqësinë, mundësitë për të aplikuar kohën që është vënë në dispozicion deri në fund të këtij viti, pra flasim deri në lëvrimin e plotë të shumës që do të aplikoni, por në këtë momente do të ndalemi pak tek mundësitë që ofron konkretisht Credence Bank, si një nga banka që në fakt e ka në fokus gjithmonë sektorin e bujqësisë. A mund të na përmendni disa nga investimet kryesore apo fokusin e bankës suaj për këtë sektor? Atëherë, Banka Credence, si pjesë e gjithë sistemit bankar shqiptar, e ka mbështetur për së vërtetës prej shumë vitesh sektorin agrobiznesit. Mund të them që ne kemi një segment të dedikuar për agron prej paktën 14 vitesh, është investuar në rritjen e kapacitetet teknike, në këshilluesit e klientit në deg, në struktura mbështetëse në drejtori dhe aprovuese më tej, domethënë. Pra, është punuar fort që të ketë një infrastrukturë të ngritur. Patjetër që ne siç përmendam përpara, kemi hartat tona territoriologjike për vlerësimin atyre klientëve të cilët nuk kanë një dokumentacion të plotë të pastër, dhe mund t'ju them që sot deri më sot portofoli i kredisë për agron në Bankën Credence është rreth 2.9 miliard lekë dhe përbëhet nga 1300 klientë, që janë diversifikuar që nga fermeri i vogël deri në agropërpunuesit të mëdhenj, eksportuese me radhë, më të thënë. Pra, është një shifër konsiderueshme dhe një kontribut i konsiderueshëm në këtë sektor nga Credence. Por si shikoni zhvillimin? Ju thoni 14 vite që keni në fokus këtë sektor. Nga pika zero, nga momenti kur janë drejtuar bankës deri më sot, si ka ardhur zhvillimi i këtyre bizneseve që e kanë përqafuar këtë formë financimi? Patjetër që cikli i tyre ka ardhur në rritje. Pra, ne sot kemi klientë të cilët kanë filluar me 300 metra, 500 metra serë dhe sot kanë hektar të tërë me serë. Mund të përmend që, pa përmendur emra, janë eksportues të mëdhej, qoftë edhe të produkteve shumë karakteristike dhe specifike shqiptare, domethënë. Kështu që është një kënaqësi kur shikon që këta njerëz janë rritur bashkë me ne, domethënë. Fokusi është i ndryshëm, që nga fermeri i vogël, agropërpunuesit, eksportuesit e ndryshëm, grumbulluesit, pikat e grumbullimit. Ne kemi, përveç produkteve konvencionale, tradicionale, që është kredia, overdrafti, linjat e financimit, kemi ndërtuar dhe produkte specifike, si që është kredia për furnitorët, për partnerët. Qa është ky produkt, për shembull? Një grumbullues mund të mbështes me kredi duke u paguar interesin klientëve të vet, si përfitan atë lëndën e parë që u shet, po dhe kur merr prodhimin. Pra, është një marrëdhënie e dyfisht për ta. Pra, nisur nga studimi që keni bërë në terren problematikave dhe mundësive ku ata kanë, ju keni ndërhyrë nevojat që atë kanë dalë me produkte specifike. Ndërkohë, për ta mbyllur, një thirrje për gjithë ata që hezitojnë të marrin kredi, por kanë të mundësinë art me garancinë sovrane, qoftë për të drejtuar tek Credence, por tek gjitha bankat e nivelit të dytë. Një thirrje për t'i theksuar pak më shumë avantazhet që kanë nga garancia sovrane dhe mundësinë që i vjen në dorë. Siç e përmendam përpara, fakti kryesor që norma është shumë e favorizuese. Kushtet e financimit janë të favorshme për klientët. Të gjitha bankat e kanë të hapur mundësinë për të mbështetur. Për ata, shtuar fakti që për ata klientë që nuk kanë kolateral, mbështetet me garanci sovrane nga qeveria shqiptare, të gjitha këto janë mundësi që nuk duhen humbur. Në qartë. Zoti Karazani, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio me ne për të ndarë të gjitha detajet, pikpyetjet, por edhe për të na sqaruar edhe një herë fatin e garancisë sovrane dhe strategjinë e Credence. Falenderoj. Të nderuar teleshikues, në këtë moment do të shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak.